të qedhve. Edhe mua, edhe të tjerëve. Po e filloj me misionin ton të dashur. Pipa ton, sonte në emision kam të ftuar disa pipesha që vinë diku nga një krahin e largët të martuar në një krahin të afërt. Prej se kanë le, gjithmonë kanë re. Qyshte vogla i kanë rahur. Pastaj ato filluan t'i rahin defët. Kanë rahur fëmijët kur janë halit. I kanë ra edhe hekurin kur u kanë i nxet. I kanë re edhe te pijat me i shkund. I kanë re edhe të shoqet klasës. E kanë re edhe zilën e shkollës. E kanë re edhe vetën. Jo, vetën e raftuna. Atëherë, i ftojmë këto motra vandame, që rahen aq shumë sene, e më së shumë t'i defen. E ato janë pipilijat këpes. A je mirë? Vje mirë. Qysh je? A je mirë? Qysh je? A je mirë? Ma shtrengove dole. A je mirë? Mirë. A je mirë. Mirë. A ka najsa tre. Jo. Den kismet. Jemi duke ju parë që përpunoni diçka punëtore. Kujt ja dedikoni? Paj tybe. Soja Shqiponje? Paj tybe apo den aj. Ka dale Shqipënje se po ngullesh. Në gjilpon ka dale, vala ka murmuru shumë pronë. Që shketu t'kallëzu Shqiponja, na me Shqiponjen të shpjek na që një vulkanizer. Po kepëm guma, po lepitëm guma, tanë që i gumat po i frim me gëj, ma rrumë të i frim. E Shqiponja frykeq. Vala Shqiponja ka qilu hallegë shkreta, kjo vish pi frin gumat e kalice so këpo që shkreta. Kosovare, a mund t'na tregoni qysh i keni nxehur defa? Paj tybe. Tybe po. Aj defja po nej se full kosovarja. Paj tybe atëherë natë ku e kalshim dhe kashta në i letra din e nxeshëm, por kur s'ke shumë letra, kitë viranu do keme nxej me dore, ferko, se thëjnë defi është si në sani, kur ma pa ferku së nxejet. A mund t'na këndoni ndo një këngë të dasmës që e keni kënduar më me ëndje? Paj tybe ade. Tybe po. Aj na krej kong të kënojna me ëndje dhe i kënojna mire, munohmi mja dhon haku, ne pa kënojmë diçka zakënisht dasma vi këna kënu këtë kong hënë dën. Shko, respekt më qunë kong. Ani Marino se kurendite konen, ani Marino se kurendite konen, arrove nonen,
harrove babën, harrove nonën. Harrova nonën se harrova, babën se imin që u dashurova, mëra mila imin që u dashurova. Imet. Faleminderit. Jam e kërgjëna që të punë e krynë. E di që ju keni kënduar shumë në përdasma. A ka ndodhur t'ju thot dikush, këndo ma filan kunaten, edhe ju ta bëni tekstin aty për aty, që tani të na kjo loj muzike quhet talafa. Paj tybe. Tybe për. Hade. Na kena kënu në përdasma, na ka lypë gjithë shka, për që kena dhonë. Kena kënu edhe kështë që shpër thuti, se improvizime pak i rezri, e këshëm se më nish mungull, ama po, këndush ta kënu nga. A mund na këntoni dikan për shamull këtu në salë? Vesh këtë, Perfel. Po, veç pak. 1, 2, 3, 4, 5. A pan sonjën shkurte? Paj, tybe. Tybe po. A i shkurta kënën ma mirë se na, Kënën hamëm. Mi mot ligat, ha? Po, shkoj. Më i shkurte, e martu me hajushin, o më shko bëndujet, o ti me Mahmutin, o se shko bëndujet, o ti me Mahmutin. Mahmuti shretja, o këndojnë duete, o më dëshqurte, e kolle dhe vete, hajt me shkurte, e kolle dhe vete. Mori shkurte, fort pi han 3 leqet, mori shkurte, fort pi han 3 leqet. O që ja hjeke, hajrushit mos teqet, o që ja hjeke, hajrushit mos teqet. Faleminderit. Kërgjan, Tybe. Qysh jeni pagu për para në përdasma? me keste. Paj tybe. Tybe paj për para si na pagu kur qyshti qëta dhe kjo mëtra. Ja tybe në stash kërgje për te mëre fjallën. Aj na jepshin dhe pastava, kur na jepshin i pastav, ja këne shumë gjithë konga, me na dhon pastav qarshafin na vlak, ja këne shumë kongën komplet. Shak. Bile njone na pat fruj pull me gjithë zej, ja pa të më kënu, atë farë qërin, që ka pasat? Qarilazin, që gatë. Ani, as tash po paguhum, tash po paguhum vere si marum. Për na këtë punë e bojna për qef. E valzimet këtu në herë, qysh jon kanë? A mëni më na demonstru pak? Paj tybe. Tybe po. Hade. Une kur t'jemi të valzimet a për kërsimet, këm qef mu ha pak si a gjina em për shamër. Për arsye se sa do pak publiku dhe shikuesit në për shtëpia din çka është kërcimi, din çka vallëzimi, kërcim kena dal pak edukat qytetare jë. Edukat fizike, kem kërcim së larti, kërcim së afërmi, kem kërcim dallën dyshe, kem edhe kërcim në kolja më ngullesh, si regja. Për krejt dartë, në Dardone? Keme dhe këcim CD-je. Për, zakonisht, kërë kërcim CD-je ndëllë këngëtarë vetëri. E kemi kërcimi maj famshëm, dhe më thonë na më këtë vjetë që konë kërcimi maj mirë në për dartë, më është kërcimi këshërën ljullë. E qysh ka qenë këj kërcim, a mund t'na tregoni? Pa e ti nuk i lullë këtë në të pe, për, mënëm dishka me Që po. ja u qes që tho. Faleminderit, Dardone një më? Atë shëqërej. Për shëqëra. Shën lull është Më se kërcimi qoft.
Ka të këcejnë e këshyrin Po, veç lullin me këshyrë dhe me thonë ka të kërcejsh, po. Vardone, Për a ne. me të arret ding e ding dang. Ja, dingi ding ting. Hajde. Faleminderit. Ja, mos tani. A ka edhe kërcime tjera? Pa, ka edhe kërcime tjera. Cilat janë? Ka shumë, po do t'i sekum dhe ma kryesuret, dhe më thonë është edhe kërcimi vjerës, një pi kërcimeve që përdor natë kë, përdoret edhe tash edhe do të përdoret sot ka njerëz në tëk. A na tregoni pak qysh është Ja, akit? pak, po deri në fund. Kërcimi vjerës është veç është e vjerën dhe i delën Balkana, dhe me punu na i sa diçka, veç që merë polën e demive, pëp, hop, e bën kërcimin së larti, dalën dyshe bjenë në kolin ngullet. Për fund, a kishim mujt për na këndu edhe një këngë? Pati të këndën me ta këndë. Kisha pasur të shirt na këndoni Najt Hasanin. Me që, ma shpejt. Pa ku e gjetën a jitin? Nga jiti. Marina ite, qa peqana dhe gishte, o se Prizreni, ka dol dorë me bishte, o se Prizreni, ka dol dorë me bishte. O Marina ite, mirë po të rretu poni, o se Prizrenin, stajshën Ramadani, o se Prizrenin, stajshën Ramadani. O, mos tanin se ti, je dhonër Këmëroni, o, mos tanin se je dhonër këmëroni, heja, hej. Me kaq e përfundojmë emisionin Pipa ton po type. Jemi rikthyer